Unë jam Derkuza Pepa, ndërsa ky këtu është Gjorgji. Dhe kjo është mami Dos. Dhe ky është babi Der. Derkuza Pepa. Vitali. Është koha e lojës në shkollë. Pepa dhe miqtë e saj po argëtohen duke vrapuar në obor. Au, sa u vrava. A je mirë, Pepa? U vrava te gjuri. Zonja Gazel, Pepa u rëzua në tokë. Pepa thjesht ke gërvishtur pak gjurin. Në fillim, zonja Gazel pastron gjurin e Pepës. Më pas, ajo i vë një ankë plast. A ndjesh pak më mirë tani? Po, faleminderit. Dhe tani fëmijë, ju ndoshta e keni vënë re që puni Pedro po mungon sot. Është vonë përsëri? Jo, Suzi, Pedro është shtruar në spital. Dhe ne sot do të shkojmë ta vizitojmë. Ky është spitali. Pepa dhe miqtë e saj kanë ardhur për të vizituar ponin Pedro. Mos harroni fëmijë, mos u largoni nga unë. Nuk dua që të më humbas ndonjëri. Po, Madame Gazel. Më falni zoti Dem, nga cila anë është pavioni i fëmijëve këtu në spital? Poshtë, djathtas, poshtë. Poshtë, djathtas, lart poshtë. Shkoni tani drejt korridorit poshtë majtës. Ose mund të merrni ashensorin për lart. Avioni fëmijëve. Pedro do të jetë në gjumë. Njerëzit e sëmur bëjnë shumë gjumë. Përshëndetje të gjithëve. S'kemi Pedro. Përse nuk je duke fjetur? Ti nuk dukesh i sëmur. Unë kam vrarë këmbën dhe ma kanë vendosur në këtë allçi. Wow! Allçia do të ndihmojë që këmba e Pedros të bëhet më mirë. Edhe unë kam gërvishtur gjurin dhe kam vënë ankë plast. Wow! Doni të vizatoni në allçin time? Po, të lutem. Të gjithë fëmijët po bëjnë vizatime në allçin e Pedros. Unë po vizatoj një top futbolli. Unë do të vizatoj disa lule. Torti patate. Një papagall. Unë vizatova një pellg me bal. Wow! Faleminderit të gjithëve. Ti mund të vizatosh në ankë plastin tim. Në rregull. Unë po të vizatoj një lule. Faleminderit, Pedro. Pedro, si të duket këtu në spital? Është shumë mirë. Po infermierët si janë? Ata më japin çmime. Wow! Dhe ato vinë sa herë që unë shtyp këtë butonin këtu. Kush mund të jetë? Pyes veten. Mos është Pedro? Çfarë kërkon Pedro? Ne jemi shumë të zëna. Kam pak dhimbje. Edhe nëse të dhëm pak, ne nuk mund ta heqim dot allçin. Derisa këmba të bëhet më mirë, duhet të durosh edhe pak. Nuk është këmba ime që ka dhimbje, por më dhëmb veshi. A jeni më mirë? Po, faleminderit. Koha e drekës. Çfarë dëshiron të haj sot vogëlushi Pedro? Mund të më japësh makarona dhe puding, ju lutem? E ha drekën në krevat? Po. Ajo duket e shijshme. Doktori Ariu i Murm ka ardhur për të parë se si është Pedro. Më thuaj, si e sot Petro? Kam pak dhimbje tek veshi. Ja këtu. E po unë mendoj se ti po thuaj se je shëruar. Koha e vizitës mbaroi. Mirupafshim, Pedro. Mirupafshim të gjithëve. Shërou shpejt, Pedro. Po, zonja Gazel. Ja edhe një ditë tjetër në shkollë. Pepa dhe miqtë e saj po luajnë në oborrin e shkollës. Zonja Gazel, mua më ranke plasti. A mu të vendos një tjetër? Ti nuk e nevoj më për atë, Pepa. Gjuri yt është shëruar tani. Po! Ç'kemi të gjithëve? Poni Pedro u kthyhe. Përshëndetje, Pedro. Ku e ke allçin, Pedro? Ata ma hoqin allçin sepse këmba ime është më mirë. A është më fort këmba tani? Është më e fort se çka qenë më përpara. Është një super këmbë. A mund të vraposh me të? Shikoni këtë. Pedros i pëlqen të argëtohet duke vrapuar. Të gjithëve u pëlqen të argëtohen duke vrapuar.